Vazhdojmë sagën e opinistëve të drejtë, të cilët janë subjektiv të paanshëm dhe ja duan të mirën popullit dhe shtetit, në asnjë moment nuk punojnë për interesat e tyre politike, për përfitime ordinere, për me marrë pozicione dhe rrogat e majshme. Viktori është njëri prej tyre, një analist shumë i drejtë, shumë subjektiv, asnjëherë nuk e marr anën e asnjë partie, jashtëzakonisht partia dhe kjo, hajde pash zotën edhe këtim partia, leve dhe jaronja, po kjo ka këllaj, a di qka është problematike, veç një sanë është problematike, që krenalit ja këni ngull, a i ma shumë se ti ka bo, a i ko gjatë të ku, krenari o t'u jap zërë për vëvën, e ti për 3 mujt e fundi që si nalë shklok, ma bre Viktar, kështë e kalanivi subjektivi pa anë shumë ja dëshet mire popullit në ka dëshet do pralla, një 2-3 herë ma ki pas i djallin tëmë, ajde.